Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Bashkimi Evropian pritet që nga sot ta formalizoj vendimin për heqjen e plotë të masave ndaj vendit ton. Sipas burimeve jo zyrtare nga Brukseli, procedurat në nivel të Komisionit Evropian janë përmbyllur dhe ka mbetur vetëm miratimi nga përfaqësuesit e shteteve anëtare. Heqjen e masave kishte paralajmëruar edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas një takimi me lideret e Ballkanit Perëndimor. Në kuadër të masave ndërshkuese ishte përfshirë dhe suspendimi i takimeve dypalëshe të zyrtarëve evropian me përfaqësues të qeverisë së Kosovës përpos rasteve kur organizoheshin takime me karakter rajonal. Komisionarja për zgjerim Marta Kos planifikon të zhvillojë një vizitë në Kosovë gjatë këtij muaji. Plani ideal sipas zyrtarëve evropian do të ishte që ajo ta shfrytëzojë këtë vizitë për ta konfirmuar lajmin për heqjen e masave. E ka mbetur edhe 2 ditë deri në afatin kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri. Kryeministri Albin Kurti, një herësh kryetar i lëvizjes vetëvendosje, ka deklaruar se nëse si subjekt politik nuk ka arrin të gjejnë një figurë unifikuese që siguron mbështetjen e të paktën 80 deputetëve, atëherë një nga opsionet e mbetura sipas tij është që secila parti të propozojë kandidatin e vet për president dhe të gjithë të nënshtrohen garës brenda kuvendit. Kurti ka bërë të ditur po ashtu se Murat Jashari, nga familja emblematike e Jashari, do të ishte figura ideale për pozitën e presidentit. Një grup intelektualve kam përgatitur një kërkesë apel për kryeministrin Albin Kurti dhe liderët e partive parlamentare që të arrijnë kompromis për çështjen e presidentit dhe vendi asesi të mos shkojë në zgjedhje. Ata kanë bërë thirrje që të mos humbet kohë dhe brenda afateve kushtetuese të arrihet një zgjidhje për postin e presidentit dhe që vendi të ecë tutje në rrugtimin evropian dhe shtetëndërtim. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, do të qëndrojë sot për vizitë në vendin ton. Ai pritet nga kryetaria e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu. Takimi i sotëm pritet të theksojë bashkëpunimin parlamentar dhe institucional midis Shqipërisë dhe Kosovës, duke vënë në pah marrëdhënie dypalëshe dhe koordinimin në çështje rajonale dhe politike. Mbahet ndërkohë sot edhe mbledhja e kryesisë së Kuvendit të Kosovës, në të cilën do të bëhet miratimi i proces verbalit të mbledhjes së mëparshme të kryesisë së Kuvendit, si dhe shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave. Po ashtu në Kuvend do të mblidhen edhe Komisioni për Shëndetësi, si dhe Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullore në Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit. Në dhomat e specializuara të Kosovës vazhdon gjykimi në rastin Thaçi dhe të tjerët për administrimin e drejtësisë, ku pritet që ekipet e mbrojtjes të fillojnë pyetjet e tyre për dëshmitarin 7. Të premten e kaluar ka nisur procesi gjyqësor në këtë rast, ndërsa zyra e prokurorit të specializuar lexoi një përmbledhje të akuzave dhe pas kësaj secili prej 5 të akuzuarve konfirmoi vetë deklarimin si i pafajshëm. Në një operacion të koduar Syrigana, policia e Kosovës në koordinim me prokurorinë speciale arrestoi dje 5 persona të dyshuar për krime lufte kundër civilëve shqiptar gjatë periudhës maj-qershor 1998 në komunën e Skënderajt. Hetuesit siguruan prova materiale, dëshmi dhe identifikuan të dyshuarit për të cilët është përpiluar kallëzim penal. Operacioni u zhvillua në 6 lokacione, 5 në Skënderaj dhe 1 në Mitrovicën e Veriut,
ku janë konfiskuar armë, gjysmë automatike, pushk, karikator, fishek dhe uniforma të ish ushtrisë jugoslave. Të dyshuarve u është caktuar masa e ndalimit për 48 orë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9, bashkë, mirupafshim.